drejt Bregdetit gradualisht po nxit fermerët e fshatrave rreth e qark për të prodhuar dhe tregtuar prodhimet e tyre, dhe sido që në këtë drejtim eset me hapat ngadalshme, kjo është e lidhur me problemet që ka bujqësia dhe infrastruktura drejt Bregdetit. Përshëndetje, mirë juve. Po shikojmë që keni ngritur dyqanin në rrugë. Pra, rruga e Semajt është bashkë rrugë tregu. Kemi parë dhe të tjerë që në rrugë, po u ndalëm të të tjure. Po, faleminderit nga ambulant, ne jemi nga Hidrovori. Unë mendohem me që ka kusut në numër më shumë, erdhëm të marketojmë mallin tonë. Se mendoni ka më shumë kushu sistemani se Hidrovori? Po, na duket se po. Mendojmë se po. Po, ju keni një treg atje apo? Ai tregu është si në hije dhe nuk marketon dot mall. Pra, akoma s'ka marrë Am jam dhe imazhin e një tregu. Pastaj unë kam dhe qik mall me shumicë dhe nuk mund ta kaloj në mini treg, domethënë në treg ambulant. Ju me banin kur jeni? Unë në Darzëk. Darzëk. Të pjeprin e bukur shumë, një formë. E prodhon vetë? E prodhoj vetë. Agronomi mesën e kam shumë pjesë prodhim. Tjetra aplikoj para për tjetra dhe krijoj një klientel paka shumë të qëndrueshme. Lloj hibride që ty ka vënë prodhim shumë. Top Gun Salkini dhe sa para Tesla, ka dhënë paka shumë mirë ende me në durë si vjetë nga fushë natyrore. Sa dëllim dhe një hektar me satarisht plus minus. Një hektar. Ndjet perime me bosanore? Vetëm shalqi dhe pjetër. Shalqi dhe pjetër. E sa kujtal ke marrë vite të tjera? Po, edhe 400, 40 kujtal. 3 hektar. Apërqit, po. Bujqin të zhvilluar. Kene i farë interesi kështë? Moderne. Si vjetë deri diku, po rendimenti është i ushtë, vetë barazim. Interesi me statarisht sakrifikojmë luftojmë për të përballuar. E shi familje pra, ke mund të të plotësisht gjithë vitin jo. Mund të se kam hyrë minus 4 milion lekë, po me prodhimin dhe çmimet e si vjen me ja faqe bardhë në shoqëri, domethënë që kemi marrë në banka po gjithandej për shlyr kredit. Si kemi borë? Po kam hyrë borë se shkollat nuk mund të përballojnë familjen. Kanë të fëmijë, po një soldat, një mesme, aktivitet tjetër plus nuk kemi, është vetëm me aktivitet që aplikojmë. Në sa shet kile lekë si tjetëri? 30 lekë vjetra. Një çmim tepër minimal që ma do mendja dhe në tjerë nuk e gjem, po mos i tona për tyrë në trege janë i qik larke qyse tek, edhe qesën këtu mundohem me pak nga pak. Fryzojmë plazën. Po probleme shikoni për bujqësinë? Qaru pengoni në bujqësi? Asë një ndim në bujqësi, e para, rrugë në përparcela 0. Edhe problemi kryesor dhe duhet ta flasë në televizion Apollon, ujrat e kripura, rezervatet e kripura të detit, lagunat, kanë bërë derdhje që e kripin akoma më shumë ujnë, edhe për mua bujqësia po vdes. E them me përgjegjësi dhe me ballafaqime çdo specialiste për çdo projekt të këtij sektori. Lagunat furnizojnë madjetje dhe ata kanë bërë kanale zbrazës nga ujrat nga kanalet e kullimit të parcelat. Si dhe rikthehet uji përsëri? Uji kripur hyn në ujrat e ëmbla dhe neve kërkojmë qoshe, mbijetojmë nëpër qoshe parcela shumë larg. Unë e kam mbjellë në Vjosë të Shalqin. Se kërkoj një top qosh të mirë, një pjesë ku ka i fikuj më të mirë, ku nuk vete ujrat e kripura, si thua, jam më larg. Ke mbjellë aty ku derdhet Vjosa? Paka shumë në zonën e Përtikit, ku derdhet ku kalon rruga e Poros, edhe përse, se tokat këtu kemi. Juve keni organizuar punën së bashku për prodhimin e këtyre perimeve? Është vërtet, unë kam qenë janar që merrem me studim, se kam rritur si fëmijë ku jeton, edhe Ke rritur, ke ndërtuar panishte, serat Me vogla, stokë ngroje. o gjak, si ke Me stokë, mini ser, një ser e vogël. E kam bërbimen, e kam bjellë, kam arritur deri tani. Një vërtetim qitje, marketing, kjo është. Pra njeriu që punon, arrin këtë sigurisht pak Deri tarë. diku normalisht, po. Mos ta mojmë, ne jemi nga ata Une që jam- luftojmë bashkërisht. Unë burrë grua, ndihmojmë njëri tjetrin, përballojmë situatën që mos na preki kush, domethënë mos i kemi borxh kujt, me ndeshmëri. Puna jonë është kjo dhe Kishit emrin? në kitap.
shqitje si shkojnë me këtu në rrugë. Keni interes? Mendoj që do të kemi në makinë plazh, a nuk ka punë të plazh. Si konsiderohet si jetë turizmi? Plazhi se manet. Po, lëviz. Po, ditë të mos po lëviz. Ka lëvizje? Po, ka lëviz. Vinja, mos ditë mos orarit punës. Dhe. E shkak të temperaturës lartë apo shkak të ndryshimeve? Po, dhe ndryshimi është bërë, punoj motor të pastrojnë, vend ndjes në 4 unë, vinë pas dite, ka motor gjithë që shkojnë pastrojnë rribetin, rrallë, me turinat mbetën që janë në Vile edhe këtu kur pranarë kanë pastrojnë nga një vëra në rrugës komplet. Në torë të komunës të Ka një ndryshim? Po, dhe njerës të të se janë të knaqin të shqipë nga shqipë. Ne shkojmë një keni për gati një market. Po. Provimet të fyqës i bëni vetë, perime apo i me... Po, ku banon një? Unë do të banon për manë. Po nuk punon pare për që kemi bishtë? Kam punuar, po kemi punuar sa për vetë, të filmi që, po, perime të gjera të të. A shka planifikuar që të provos për? Jo. Po nëse do të rritet turizmi, atëri do të provonin shumë? Po, të tërhejt ka jo në qërë që në ka blej me kismet vitin tjetër, po ta provoj vetë të ambjellë. Ta punosh shokën më shumë, të provosh më shumë e të kezesh. Po. Arria turizme që avantajë? Po, jo tjetër, në dhe partë dhe Si e qmi me raport me qytetin? Rritu nga pjesë freskuse janë të të raporta një loj me pothuajse me tregun e dyqane ushqimore, jo me të lokaleve që janë. Po? Janë një loj që janë në qlimet e dyqane ushqimore që shqitën në pjesë. Po perimet dhe frutat? Edhe perimet po gjithashtu, po kemi një favor të ashtë presin shatarë që të përgatitën për të punë. Që të që ne marim nga trektarë, nuk e marim nga shatarë. Dhe transportin? Dhe transportin dhe qlimi dhe të po njëtë njësoj që që është në pjesë. Nuk është special në favor. E nëse do të rritet turizmi, do meren masa që ju të pregatiteni që të prodhoni vetë shumë? Po, normal. Qoftë se do ecim që atë kemi pak shumë punë, do mendojmë ta mbjellim, ta prodhojmë vetë, do na tërheqi puna, biznesin dhe tëra. Ke qenë emigracion nga zi? Po, kanë qenë. Ku ke qenë? Greqi. Greqi. E nëse do të dalë nevoja, kërkesa për shtëpia, keni mundësi që të rritet pak turizmi familjar? Të shi varet sipas punës. Ka interes që të turizmi familjar? Po, ka. Po të ketë turizm, ka interes dhe për neve dhe për ti. Ju mund të përgatiteni nëse dhe nevoja kërkesa për turizmi familjar? Po. Keni shtëpi? Po. Dhe kjo është të mirën tuaj? Po, gjithë mund turizmi është të mirën tonë. Sa më shumë turizm të ketë është më mirë për ne. Gjithashtu dhe për Katar për mbjetin e perimeve tëra që të qita. Gazi, faleminderit shumë. Faleminderit ju.
Lagji për ditën e sot? Po e mbaruam. Ku banoni në Fier? Lagjen SMT në sakt. Lagje SMT. Po, afrimi i ri në Fier. Se ke emrin? Dritan Vrushi. Dritan? Po. Je vizitor i rregull. hershëm i Semanit? Po. Që nga cili vit? Mund të them që kur kam mësuar notin që në fëmiri. Që në fëmiri. Po. Dhe s'ndaj do të Seman? As Betlaf. Tani, shikoni në ndryshim kështu? Në përgjithësi si vjet, në përgjithësi si vjet ka ndryshim. Ka ndryshim në drejtim pasërtisë, në drejtim se Semani pak a shumë pra pasur dhe një problem tjetër, punë e serës, punë e naftës që shkarkohesh nga lumi dhe të tjera. Ka një farë ndryshimi. Ka shumë për të bërë, as Betlaf e punë, por që prap ka ndryshim. Janë marrë masa me lokale, me qadra, me... Ka marrë pak formë, apo jo, ka 2-3 vjetë? Po, janë marrë masa, shumë bukur. Pasërtia dhe këto rregullat? Më ndryshe, duke u përmirësuar gjithmonë. Mirë do ishte në drejtim disinfektimin e qelë, se ke parasysh ajo se shëllira të reqe dhe punën e mizave, ato moshkonjat e mëngjesit tjerat. Do ishte me një tip disinfektimi, por prap jemi mirë. E keni zgjidhur problemin me autobus? As Betlaf. Mjeshtri këtu, se po i them mjeshtër, Loni. po i them mjeshtër unë, Po. na përgjigjet si qysh tek ta duam neve. Ju merë mëngjes? Edhe na bie. Sa rrugën Loni, nëse do t'i drejtoheshim Lonit pak? Një rrugë. Ha? Po një rrugë. Vetëm njerë shkon dhe djetë. Ka rënë plazhi, ka rënë fluksi njerëzve. Fluksi njerëzve ka rënë, në përgjithësi ka rënë. Nuk e dim, gjendja ekonomike, nuk e dim, ka rënë fluksi, jo si vitet tjera. Ta themi fshatar që fare nuk ka lek populli. Po, nuk ka lek populli. Emigrantës që janë pa punë. Janë pa punë njerëzit. Emigrantë janë bashkëpunuar për vete, kështu që... Turimisht nuk vjen leku këte, ngellën dhe... Shkoj qoftë, me autobuse kosto pak më lirë. As Betlaf. Si vjes mund të themi që më lira fare është me autobusin. Me lira fare është me Sa është autobusin. bileta autobusit nga Fieri këtu? Bileta është 100 lek. Bajti 100 lekë. Jemi të kënaqur. Dritan, faleminderit Dritan. I nderuar. Ne do vazhdojmë, Gjëmë mira. do vazhdojmë marrim pamje nga bregdeti ynë i bukur. I Seman. Rrën dhe djetin që ka Semani, nuk e ka asë një. Në lëvizje për gjatë Bregdetit, sugjerimet e njerëzve për një vend mjekimi, për një ambulancë të vogël shëtitëse, si dhe për masa të tjera për parandalimin e aksidenteve, janë vërejtje që duhen realizuar. Pra, sa zbritëm këtu ne u takuam me 2 inspektorë të policisë së rendit. Si kremi? Dimitraj Gjero, inspektor. Leonida Mici, inspektor. Pra, Dimitraj Gjero dhe Leonida Mici, 2 inspektorë policisë, me sa shikojmë ju mbuloni ka dëshmërinë, cila është detyra juaj? Çfarë se do të pyesim? Patrulla e policisë për ruajtjen e rendit të qetësisë në bregun e detit. Për lëvizjen e mjeteve. Për ka ide sa ka filluar plazhi? Nuk ka pasur. Çfarë probleme keni pasur këtu? S'ka pasur incidente, ka qenë çdo gjë normalisht. Pushuesit janë themi besoj se janë të kënaqur. kënaqur me shërbimin e policisë. Në lëvizja mjetet motorike nuk ka qarkullim, as makina, as motor. Se diku lëvizin makina këtu Bregdetit, po, lëvizin. sot shikojmë që
Tani s'ka lejon hyrje makina. Po, lejo. Incidente, zënje, grindje. Jo, s'ka pas, normalisht, janë gjëra që janë, çdo gjë është në kontroll. Nuk e di çfarë masa është ka këtu për të parandaluar Për mbytjet. Janë policia kufitare me skafe, me mjetër lunduse. Po shikojmë skafe, mjetër lunduse, kuj mbajnë, kuj kanë. To përgjithsisht i ka policia kufitare. Po, ata përgjigjen për të punë. Votën rënë tjetësisnë. Ju punoni vetëm gjatë ditës, a keni turne, si keni organizuar? Turne tetorash. Tetorash. Edhe keni lënë telefon kështu? Po. Keni afishuar telefona? Po. Sa është telefoni juaj për shembull? 126. 126. Dhe në një rast të mundshëm, larg qoftë, ju jeni Gatshmëri. gatshëm. Si ju duket si vjet lagje Semani? Si vjet është shumë herë më mirë se sa vjet. Pastërti, rregull, qetësi, s'ka duket edhe vetë as motor, as mjete, ashtu të Thonë që kam pak njerëz. Kjo është vërtet në krahasim me vite tjera. Tash Mos ka të bëj pak me krizën e me varfërinë. varet nga ekonomia. Mirë, faleminderit. gjithë të mira punë marrë. Faleminderit. Dhe Mispiro i përhershëm, dhe mi vazhdo të kesh këtë godinë të mikrogodinë. Po, vazhdojmë. Ne i themi një ngrëhin e vogël. Që kalojmë pushimet verore këto në plazh, mblidhem në shoqëria. Pak a shumë ky sheshi ku vijnë më shumë mësuesët. Unë jam mësues. Si se ke vënë mësuesi? Si ke vënë aty? Barë Shën Pjetra. Më pëlqen t'jave emrin Shën Pjetra sepse kam emrin e një fshatit lavdishëm. E fshati lavdishëm. Po. Atëre themi Spiro do t'jetë në qendër të këtij emisionit sotëm, udhëtim për gjatë bregut të Semrit. Faleminderit. Do të realizojmë së bashku themi, sepse ti je një i artit vetë apo jo? Me kënaqësi unë do të ndihmoj. Nga do ta nisim tani? Ta nisim duke pirë një kafe? Po, një herë atë parë ta nisim nga tavolina. Tavolina. Pim nga një birë të ftohtë se ka lezet këtu buz. Po juve nga jeni? Ne nga Shën Pjetra. Shën Pjetra. Është gjuna mos ta frekuentosh këtë zonë të Semanit, se komuna e Semanit jemi, është gjuna gjithë kjo rrë e pastër edhe gjithë kjo është e jodizuar e të gjitha kur bota kërkon plazhin ta bëj atje në gure në të gjitha kurse këtu
është natyra vetë që flet. Është gjuna mos ta frekuentosh këtë. Sigur 2 orë, 3 orë në ditë të vish për të shlodrë mbas ditës, punosh të para ditën, të vish 2-3 orë mbas ditë. Vetëm sa për të shlodrë edhe është gjithë kënaqësia, është natyra, është jeta vetë. Është gjuna që mos të vi komplet, tjeri, pse u dashka të vejnë në Durrës, në Vlorë, në ata, ku gjithë kjo hapësirë, gjithë kjo jetë këtu që... Dikur vini me bicikleta ku të mje bëjë? Me bicikleta në tani janë kurse të gjitha. është një diçka që flet vetë, nuk ka nevojë të flasim neve për këtë zonë, për këtë natyrë, për të gjitha gjërat. Është një kënaqësi e madhe për neve që jemi këtu. Është një prallë për neve që jemi këtu. Pra themi, është një studio e ngritur këtu në këtë ngrehinën tënde? Po. Pranë detit, pranë rrës. Edhe pyllit mrekullueshëm. Pyllit mrekullueshëm, lagunës, në dimër rrim ka bukurinë e saj? Po. Po. Po juve ku nga cili fshat jeni? Sheti Madh. Apo qytet? A banon në Shekin e Madh? Po, banon Shekin e Madh. Po. Edhe kam ardhur me pushime të dej. Ka me pushime nga Sheki këtu në Seman apo vete vjen? Vete vi. Për nga ka ardhur pushime? Nga Greqia. A, emigrant. Emigrant. Pra kemi një emigrant që mund të bëj analogji dhe krahasim me bukuritë. Me pëlqen që ku janë këto bukuri që ke këtu në detin e Semanit, në detin Adriatik, po që përfshihet në zonën tënde. Ku i gjen këto bukuri vend tjetër? Andon. Vesë këtu. Është ajri i pastër, qetësi, është një klim siç duhet. Për familjarët. Ju kur rini në Greqi, çfarë vendi? Në Pire. Në Pire. A mund të krahasohet në një plagë nga do të Pireut me... Ky nuk krahasohet se është një vend i pastër. Unë jam rritur këtu. Gjysë tërgjyshe këtu kam qenë. Edhe jemi prapë. Edhe ndjej këtë kënaqësi. Nuk vete as me një vend tjetër. Është një pastërti, për mua është diçka. Televizion Apolloni ka kushtuar një hapësirë të veçantë emigracionit. Dhe Greqisë kryesisht. Po, falenderoj edhe televizionin tuaj. Juve si emigrant, si ndjeni tani në këtë krizë që po kalon Greqia? Është pak duhet të po tani se edhe ndihet, edhe është vërtet krizë. Po vjen këtej harron çdo gjë. Dhe më falë, është klient që ka 4-5 vjetë që frekuenton pikërisht këtë ngrehinë të thjeshtë këtu. Është një pasuri pra? Është vërtet. Ky bregdet i Semanit. Shikon, jemi rritur dhe ndjejmë një kënaqësi këtu. Ndjejmë një kënaqësi që jemi më të lumtur, kemi lozur, kemi argëtuar me një tjetër. Ndjejmë më të ashtu. Këto ngrehina kaq të thjeshta këtu i sfidojnë ato bukuri. Po. Që ka ndërtuar Greku në përshkëmbinj, si do? Ne ndjejmë atë që fëmijëri, që kanë të vegjël. Edhe tani neve kemi një ashtu tjetër. Nostalgji pra. Po. Është diçka për neve, është gjë e madhe, ku që vim që nga jashtë, është mrekulli për neve. Është mrekulli. Nuk e harron dot vendin tonë, se këtu kemi lehë, jemi rritur, jetojmë, edhe brezët jonë, edhe brezat e ardhshëm. Kjo është një pasuri e jonë. Duket pak absurde që gjitha i qyteti Fierit qite Sami banor e ka i pak njerëz plagji, pse? Po ne thamë edhe atë pak më përpara mos të ashtu ajo që ajo krizës. Edhe akoma masë them pak era, po janë në punë, mbas ditë ka më shumë akoma. Se janë në punë, po janë në punë njerëzit edhe lirohen më vonë, edhe mbushet nga të tjerë.
ndalen për të pushuar në këtë ngrehin të vogël, me shezllone dhe shërbimet tjera, e ndërtuar nga Themi Spiro, i njohur në trebën e Semanit, si artist dhe si mësues. I lindur dhe i rritur në brigjet e Semanit, Themi Spiro vlerëson avantazhet natyrore të kësaj treve, mikpritjen tradicionale dhe kulturën e komunikimit. Pas tyre pamjeve që morëm në plazhin e Semanit, prek kaltët të Semanit, plazhin e Semanit, ne u ndalëm këtu me Themi Spiro. Themi Spiro tashmë i prezantuar në televizion Apollon si një nga personazhet, si personazhi i ditës Themi Spiro. Po, tjetër se... Çfarë do ta flasësh tani për këtë plazh tradicional, të bukur, të pëlqyer, nostalgjik, për ata që kanë ardhur vite me radhë, si paraqitet këtë vit. Po, unë dëshiroj që ta nis me fatin e madh që ka Fieri për resurset e mrekullueshme që ka. Midis të tjerave si Apollonia, si Ardenica, ka këtë det të mrekullueshëm, këtë rerë mjaft kurative, këtë pyll të mahnitshëm. Dhe përjedhoj, nuk janë të zhgënjur pushuesit, të cilët e frekuentoj me shumë kënaqësi plazhin e Semanit. Dhe Semani ka gati një 5 vjeçar që po krijon një fizionomi me të vërtet serioze për ta shfrytzuar këtë plazh, këtë mjedis, këtë vlerë. Vjetë kemi biseduar së bashku dhe vërtet ka patur shumë gjallëri. Si vjetë ndihet pak ende pak e ftohtë. Unë shpresoj se ditët e nxehta do të mbushen akoma më shumë, do të arrijnë atë numër të dëshiruar të pushuesve. Unë nga eksperienca që kam në këto vite, cili kam nisur nga fillimi kur kanë qenë 3 deri në 4 ngrehina si puna e kësaj timës, ishin shumë të pak, por në këto vite kur shoh të masivitet pushuesësh, më bëhet zemra mal. Pse më bëhet zemra mal? Që në fundit njerëzit po i kthehen bukurisë, vlerave të tyre. Vlerave të tyre që në fundit dhe u intereson. Ju përmend disa vlera për bregun e Semanit. A mund të bëni një analogji pra me se ju keni parë Greqinë, Italinë, çfarë të veçantë ka bregu i Semanit? E them sinqerisht dhe pa mburrje, se si thot populli që pula apo dhe sorra zogun e saj mbur, dhe ne na takon të flasim, po unë po flas sinqerisht. Rerën ton nuk e gjeta dot as në Itali, as në Turqi, as në Greqi. Vjet isha në Korfuz dhe kam filmuar shumë pamje. Nuk munda dot ta gjej këtë rerë të mrekullueshme. Veç krahasim me Semani pra. Po, unë them që Semani ka shumë vlera, por nuk këto vlera nuk janë propaganduar dhe qeverisja, shteti me fjala po dhe qeverisja vendore nuk e ka vlerësuar ashtu siç duhet. Si vjet do të kishe patur ndryshime të mëdha. Për shembull, rruga nuk është e kënaqshme. Mjaft probleme të tjera që vjetu premtuan që do të sillej energjia në të gjithë brezin pregdetar, do të sillesh ujë i pishëm, do të vendosesh siguria e bregut të detit, pra të ishte gomonja të mëdhen policia të mos lejonte që të futeshin njerëzit sipas dëshirës, lidhur kjo dhe me ngjarjen e disa ditëve. Nëse do të ishte ndryshe, mund të ishte evituar dhe ky rast. Pra,
Po të bësh një punë me kujdesshme, këtu komuniteti do t'ishte më masiv. Së qoftë zoti Spiro këtu, zoti i ka palur të gjitha. E dhurati kemi. Zoti ka rarën pa krahasueshme. Nuk e di kamera do të shëtisin për herë. Janë dunat pa krahasueshme. Dunat e rarës. Është pylli precipijor i pa krahasueshëm. Është deti që dion. Pa ndotje, Pa ndotje si vjetë në mënyrë të para veçantë. pa ndotje. Në mënyrë të veçantë si vjetë nuk ka patur ndotje. Falë disa ndërhyrjeve që u bën nga ana shtetërore e kanalit të quajtur Via e Ngjallës, pritat janë bërë. Si vjetë as nuk shikojnë qoftë mbetjet më të vogla. E dyta, unë dua të përmend këtu jo veten time, po të gjithë të biznes që është ngritur, që gatuajnë, kanë tërhequr njerëzit me gatimet tradicionale. Është nga peshku i detit, aperimet e fshatit, nga gatimet e bibat në të si zoq fushe, të parën gjë njerëzit kur vinë dhe sidomos kur vinë edhe të huaj. Na kërkojnë prodhime të vendit, edhe këtu ju përgjigjen tamam, dhe ikin të kënaqur. Por, për sa i përket pastërtisë, falë punës që bëjnë vetë biznesit. Nëse do të ndodhesh në orët e mbrëmjes vonë, apo të mëngjesit nga ora 5 e mëngjesit deri në 7, të gjithë bizneset me punonjësit e tyre e krehin të rrërën, pra e shoshin, e sitin, që do të thotë të tëra pa pastërtit, i heqin dhe të nesme kur vi e gjejnë bregdetin shumë të pastër. Pra është merit në radhë parë e biznesit. Pastaj e qeverisjes vendore. Çfarë mesazh do drejtoni qytetarëve në Firak dhe fshatrave për qark Fierit? Të drejtojnë sa më shpejt drejt plazhit të Semanit. Të shërohen nga Ti drejtojnë kësaj rrerë kurative të shpëtojnë nga reumatizma, që është kaq masive në zonën tonë. Ti drejtojnë këtij deti dhe të qetësojnë të kalojnë ditët e nxehta. Ti drejtohen pyllit të mrekullueshëm. Han atje një drek, atje të lahen, të kënaqen me rrerën dhe të han drekun në pyllin e Mahnicës. Shumë të freskët. Do ndjen shumë të kënaqur. Fakti që shumë të huaj vinë e vendosen rrinë me ditë të tëra këtu pranë nesh, vendosen për arsye sigurie pranë këtyre ngrehinave tona, do thotë dhe kemi biseduar. Ndjen shumë të kënaqur, është një gjë e rrallë, një gjë e bukur thonë, një gjë e pastër. Paka shumë ka një virgjëri. Kjo është e para, kjo është e para. Nuk ka betone, po ka një gjë natyrale. Janë ato që thotë, ne i kemi thënë besë, duma, vendet e ngritura me rrerë, janë të mahnitshme dhe ata i frekuentojnë shumë atje. I frekuentojnë shumë. Është vërtet vlerë. Është vlerë që duhet vlerësuar. Nuk e di pse shteti nuk bën më shumë për këtë zonë. Komuniteti e don, megjithëse nuk është bëra shumë, prapë po vinë. A mendoni që në një të ardhmet jo të largët turizmi familjar këtë i pranishëm e Sema? Nuk mungon asgjë për turizmin familjar. Të tëra këto fshatra për rreth janë të gatshme të përgjigjen me të gjitha kërkesat. Dhe mikprit shumë. Shumë bujaria, mikpritja, urtësia, të them pastërtia, ajo ndershmëria, janë të gjitha që do të ndjen të kënaqur kushdo që të vinë në Muzeqe dhe sidomos në Semanin tonë të mrekullueshëm. Faleminderit Themi Spiro. Faleminderit dhe juve që... Për këtë prezantim që bët për shikuesit e televizion Apollon dhe jo vetëm të qarkut Fierit, por të Vlorës, të Mallakastrës, të Beratit, të pjesët të Pelenës, të gjitha ata që do ndjekin këtë peizazh të mrekullueshëm, këtë bukuri të Semanit. Dhe ju faleminderit shumë që bëni gjithçka për të propaganduar këto vlera shumë të mëdha të zonës.
vini në Seman? Pse vini në Seman? Nuk ka marrë që në kone regjimin në Seman këtu. Në atë koha që e mirë, filloj demokracia, sa kohë ishte keq të mi drejtin. Tash kam 2 vjetë, kur e bërë ndjej kënaqësi, vite me familjen ti. Ndjesh i kënaqur? Po, ndjej. Çfarë pëlqen? Këtu rera, ujë dhe qetësia. Të treja janë të mira. Po dhe rakia është e mirë. Ku rakia këtu? Rakia këtu është e mirë. Dhe themi spirua. Po, muzikjarës përdorin shumë rakia, po kam filluar të përdorin. Po ne jemi në atë parë, kur ta nëjtë. Mirë lefter. Mirë. Faleminderit. Mira, mirë bafë.